Përshëndetje, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Esoterizëm. Sot do të vazhdojmë rrugëtimin ton me titull Udhëtimi për tek vetja, është pjesa e tretë. Do të flasim pak sot për një sistem shumë të rëndësishëm në jetën tonë, në jetën e përditshme, por edhe në mënyrën se si ne jetojmë. Do flasim sot pak për sistemin e tretjes, dhe pse ky është një nga këto sistemet më të rëndësishme. Këto episode që kanë filluar të bëhen kanë vetëm një qëllim, që ju të dëgjoni dhe të njihni sadopak rrugëtimin për veten tuaj. Sado që unë t'ju flas apo t'ju tregoj për të gjitha studimet që unë kam bërë, kërkimet që unë kam bërë, apo dhe informacionet që unë mbledh për t'i sjell këtu, janë të kota në fund nëse ju nuk filloni të fusni veten tuaj në praktik. Për aq kohë sa nuk e përjetoni brenda ose nën lëkurën tuaj, të gjitha këto që do dëgjoni shumë shpejt do t'i harroni. Në ezoterizëm, rrugën e dijes apo pjesën e thellë të njerëzve të mençur që mbajnë brenda vetes së tyre, apo ajo rrugë që në të cilën në rrallë herë shkohet, është gjithmonë e lidhur me natyrën. Navajo, një fis indigjent në Amerikën e Veriut, mos gaboj, në Arizona, ku këta e quanin veten dine, që do të thot populli. Ky fis më ka bërë shumë përshtypje për mënyrën se si jetonin. Këta e njihnin natyrën si shenjtërim, ose natyra është e shenjtë. Ata jetonin në shtëpi të vogla, të mbuluara me dru, të cilat i quanin Hogan. Por gjithmonë kishin një mënyrë jetese të cilën unë e kam kërkuar se si ata e bënin dhe kam kuptuar pse ata e bënin. Ata shtëpitë e tyre i ndërtonin të vogla, të vendosura gjithmonë me një derë nga lindja, sepse çdo mëngjes ata kërkonin ozhon. Ozho ishte ajo që në frymën ezoterike apo në frymën e ezoterizmit perëndimor njihet si kaduceusi, që do të thot balancë dhe harmoni. Ata nuk e luftonin kur të kundërtën, edhe pse bota është me të kundërta. Bashkimi të kundërtave është ajo që neve na jep balancën që neve na duhet. Dhe si e bënin këtë ky fis? Ky fis sa zgjoheshe gjithmonë ndiqte diellin dhe hënën. Dhe sa po dielli dilte, këta vraponin drejt diellit duke brohoritur ose duke thirrur, për arsye se po ndjenin tokën, ajrin, diellin, edhe shkonin në për oaze të ndryshme që kishin atje për të përjetuar dhe ndjesinë e ujit. Edhe kur këta i përjetonin të katër parimet, këta ndjeshin të balancuar dhe të plotësuar. Sepse për ta, një gjë shumë interesante që unë kam gjetur ishte se këta nuk luteshin, por vrapimi që bënin drejt diellit ishte lutje. Dhe kjo ishte një nga gjërat më të bukura që më bëri ta marr dhe ta sjell këtu. Dhe teksa ne vrapojmë gjatë gjithë kohës, ne shpenzojmë karburantin ton, energjinë ton. Dhe kush është karburanti dhe energjia jonë? Është ushqimi. Dhe nga ushqimi ne marrim atë për të cilën sistemi jon i tretjes e përdor, por jo vetëm sistemi jon i tretjes, por i gjithë trupi, e cila njihet ndryshe si glukozë. Glukoza për ne është një karburant, i cili shpërndahet në dy degë, energji dhe lëvizje. Lëvizja, çlirohet nga energjia që njihet ndryshe si energjia kinetike. Sistemi i tretjes ka 3 pika, të
të cilat unë kam menduar t'i quaj kështu: gojë, zorë dhe dalje. Pra, në momentin e futjes së ushqimit ne përdorim gojën, pastaj kalojmë zorët, ku futet dhe stomaku, dhe dalja është zora e trash. Ose ndryshe mund ta përkthejmë tek motor, tunel dhe kullonjse. Duhet jemi shumë të vetëdijshëm për aktivitetin ton që bëjmë gjatë ditës, sepse edhe kur ne qëndrojmë, trupit ton i duhen minimumi 1250 kalori që vetëm organet të punojnë. Stomaku, ndryshe njihet si ena e aciditetit, luan rolin më të madh në jetën e njeriut. Por ne duhet të kujdesemi shumë për këtë lloj sistemi, sepse vetëm nëpërmjet stomakut që ndodh shpërbërja e ushqimit dhe kalon në zorën e hollë, këtu nxirret ai karburanti që njihet si glukozë. Dhe glukoza duhet të futet në gjak, por për të futur në gjak i nevojitet një çelës ose inxhinieri që hap portat e qelizave që ndryshe njihet si insulina. Insulina ka për detyrë të çojë sheqerin dhe karbohidratet aty ku duhen. Problemi është se kur ne kemi mos kontroll të sheqerit në gjak, do të thotë se kemi probleme me insulinën dhe problemi i insulinës do t'rregojë që pankreasi jon është duke u dëmtuar. Qelizat gjithmonë mbajnë derën e mbyllur dhe glukoza futet aty vetëm nëpërmjet insulinës dhe pastaj digjet, dhe kjo nxehtësi çliron energji. Një pjesë tjetër e rëndësishme teksa ndodh brenda trupit ton është se kur qelizat digjen, atyre ju nevojitet dhe oksigjen. Pa oksigjen ne nuk jetojmë dot, gjithashtu dhe qelizat tona. Ne jemi një makro dhe mikrokozmos që nëse ne na mungon oksigjeni, edhe atyre ju mungon oksigjeni. Pjesa se sistemi tretës duhet të mirëmbahet është më e rëndësishmja, sepse sistemi tretës ka të bëjë me mënyrën se si njeriu mendon. Sistemi tretës ose barku, i cili është universi i ndërmjetshëm do ta quaja, ose ndryshe i përkthyer në sistemi nervor enterik, ka të bëjë me mënyrën se si lidhet mendja me zorët, me barkun. Stomaku dhe truri janë gjatë gjithë kohës në komunikim, sepse është ajo shpreha shumë e bukur në ezoterizëm që tani e merr vërtet kuptimin, ashtu si lart edhe poshtë, që do të thotë si në tru dhe në stomak. Dhe truri ka aftësinë të ndikojë në humorin ton, por më besoni mi që edhe stomaku ka aftësinë të ndikojë në humorin ton. Megjithatë, një mekanizëm për të kujdesur për sistemin tuaj të tretjes dhe për ta lidhur këtë edhe në anën alegorike me ezoterizmin është mënyra se si ne ushqehemi. Janë 3 vaktet kryesore në ditë që ne duhet të konsumojmë ushqim dhe duhet ta pyesim veten se çfarë ushqim duhet të konsumojmë. Megjithatë, përveç 3 vakteve në ditë që është shumë i rëndësishëm mëngjezi, dreka dhe darka, janë dhe 2 mesvakte të cilat ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm gjatë këtyre intervaleve kohore nga midis mëngjesit dhe drekës dhe drekës dhe darkës, që është pasditja. Ne në ezoterizëm, ose unë më saktë si ezoterist, jetoj me diellin. Unë filloj ta ha ushqim pasi dielli ka lindur dhe përfundoj mbylljen e ushqimit pasi dielli ka ikur. Një teknik e lashtë dhe e vjetër që Novao ose fisi Novao e përdorte është dhe agjërimi. Agjërimi, edhe pse nuk na thuhet her pas here, ka gjithmonë gjëra pozitive, por ka dhe gjëra negative.
Ndoshta kjo është era e parë që po dëgjoni këtë pjesë mbi argjërimin. Argjërimi të ndihmon procesin e tretjes dhe e fuqizon pjesën e sistemit të tretjes duke marrë më shumë burime dhe qarkullim të madh gjaku. Dhe nëpërmjet këtij sistemi atje na çlirohet ajo që tham glukoza, ku pastaj nëpërmjet mureve të zorëve glukoza përthithet dhe shkon në trup. Pjesa e mbetur që mbetet nga ky proces kalon në mërci si një rezervë e madhe për të pasur rezerva në momentet që nuk do të kemi ushqim për të ngrënë me vete. Zakonisht mërcia këtë e ruan dhe e mban nëse ne nuk ham për tetor, ajo gjatë këtyre tetorëve fillon ta konsumoj këtë glukozë dhe nëse i mbaron, çfarë bën? Fillon të kërkoj yndyrat. Yndyra fshihet në lëkurë dhe në muskuj, në të cilët përdor hapësira që njihen ndryshe si xhepa. Dhe atje fshihet dhjami. Që kështu mërcia e merr këtë dhjam dhe e kthen në acide, të cilat quhen ketone. Ketonet përkthehen ndryshe si energji, por energji vitale. Kjo është ajo energjia që i duhet vërtet njeriut dhe këtë e përdorin muskujt, gjaku dhe truri. Agjerimi ka një gjë shumë të mirë sepse gjatë kohës që ne e bëjmë agjerimin, ne rritim qeliza të reja në sistemin e tretjes dhe në tru. Gjatë kohës që ne jemi në agjerim, ne jemi duke menduar më mirë, jemi duke menduar më kthjellët dhe ndonjëherë nuk i kemi këto. Pse? Ashtu si kemi thënë se çdo gjë e mirë ka një të keqe brenda dhe çdo gjë e keqe ka një të mirë brenda, si dy fuqit yini dhe yangu, çdo gjë e ka një të kundërt. Dhe pavarësisht se agjerimi ndahet në disa pika kryesore ku mund të theksojmë se mund të agjerojmë 24 orë, pa pirë dhe pa ngrënë, që është shumë e vështirë, por megjithatë mos harroni se agjerimi njihet si forca e shpirtit kundër materjes. Ky vullnet i fuqishëm i tregon vetes se mund të dalë dhe mund të ketë kapacitete akoma më të mëdha se sa ne kemi menduar për veten tonë. Kemi një lloj tjetër agjerimi i cili është vetëm me lëngje ose ujë, duke përjashtuar këtu lëngjet të cilat mbajnë sheqer artificial siç janë pijet e konservuara, pijet me gaz apo gjëra të kësaj natyre. Kemi një tjetër agjerim i cili është me 18 orë, pra ne am një pjesë të caktuar kohore dhe pjesën tjetër nuk ham asgjë, po konsumojmë vetëm lëngje. Dhe ka dhe lloje të ndryshme siç janë agjerimi vegetarian, për shembull vetëm gjëra vegetariane ose agjerim vetëm me mish. Këto janë pjesë të tjera. Megjithatë, çfarë bën ky agjerim përveç këtyre të mirave, ka dhe anën tjetër që nuk ja u thon. Shpeshherë agjerimi në bazë të tipeve të njerëzve, sepse ne jemi të ndryshëm, ul nivelet e glukozës, sepse gjatë gjithë kohës ky mekanizëm që ne e lëm trupin të pushojë, trupi kërkon energji për të funksionuar. Dhe ul glukozën sepse konsumon atë dhe në momentin që konsumohet glukoza dhe nuk ka çfarë të djeg, ashtu si tham që mërcia fillon dhe të djeg yndyrën, rritet kortizoli dhe adrenalina, të cilat shkaktojnë uri, ndonjëherë zemërim, emocione të ndryshme, tërbim, madje dhe ndonjëherë mërzitje. Dhe këto janë ato gjëra të cilat luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Pra ne shpeshherë themi se dashuria vjen nga zorët dhe megjithatë kjo shprehje merr vërtet kuptim. Ashtu si ju tha se barku ose sistemi nervor enterik, që unë preferoj ta quaj universi i ndërmjetshëm, ne kemi dy kapacitete shumë të rëndësishme, anën tonë seksuale dhe anën tonë mentale, të cilat në ezoterizëm njihen ndryshe si qielli dhe toka.
Në aspektin ton seksual, ne kemi tokën, që jam sistemi riprodhues, sepse më vjen keq ta them, por duhet ta them sepse jemi e vetmja qenie që e përdorim seksin për të ndjerë kënaqësi. Mendojeni këtë. Seksi ose marrëdhënia midis dy energjive anima dhe animus është bërë për të krijuar. Të gjitha krijesat e përdorin seksin për të riprodhuar, për të sjellë krijim, kurse vetëm ne jemi një qenie që e përdorim seksin edhe për të lumturuar. Megjithatë, midis sistemit riprodhues dhe sistemit të trurit që është ana jon mentale, ne kemi dhe barkun që njihet ndryshe si sistemi nervor enterik dhe më besoni se në bark ka 5 herë më shumë neurone se në palcën tonë kurizore dhe 90% e serotoninës, hormonit të lumturisë, prodhohet në bark. Sistemi imunitar miq ndodhet në bark. Dhe gjërat që janë në bark janë ato që ne na bëjnë të shëndetshëm ose të smur. Jashtësia ka një rëndësi shumë të madhe nëse ju i kushtoni shumë rëndësi jashtësitjes. Nëse ju dilni më shumë se një herë, duhet të shikoni jashtësitjen pse po dilni më shumë se një herë. Një sistem nervor enterik duhet të dalë minimumi një herë në ditë dhe preferohet që të jetë një fashë orare të caktuar, për shembull 6:30 me 7:30 ose 7:30 me 8:30 9. Kjo orë duhet të jetë e përditshme. Duhet të shikoni me vëmendje shumë nevojën tuaj. Nuk është për të qeshur, nuk është as për të qarë, nuk duhet ju vi as ndot, sepse nevoja juaj është treguesi kryesor i zorëve tuaj. Shikojeni ngjyrën e nevojës tuaj. Nuk duhet të jetë kurrë e errët. Nuk duhet të jetë kurrë e zbardhur. Duhet të marrë gjithmonë ngjyrën e çokoladës. Asaj çokoladës normale dhe shikojeni dhe vëreni nevojën tuaj nëse ajo qëndron në sipërfaqe të ujit ose shkon poshtë. Zakonisht ka ditë që do të shkoj poshtë dhe mendojeni këtë sepse ato ditë ju keni ngrënë toksina, ju keni ngrënë keq. Kjo ju bën juve që të bëni më vigjilent ndaj vetes tuaj. Trupi juaj nuk ju flet tek veshi dhe t'ju thot shiko se po më bën dëm, por flet nëpërmjet shenjave, të cilat ti duhet i zbërthesh duke parë. Është një shprehje shumë e bukur që unë e përdor shpesh. Duhet të shikoni të dukshmen që të kuptoni të padukdshmen. Dhe në këtë lloj sistemi luhet shumë mënyra e të ushqyerit. Nëse doni të keni një jetë të shëndetshme, largojuni nga të gjitha gjërat, largojuni nga të gjitha gjërat që janë të krijuara artificialisht. Po e dëgjoni shumë mirë këtë. Largojuni nga këto sepse këto nuk do të cilin asnjë dobi në jetën tuaj. Ju jeni një makineri e përsosur bioteknologjike. Mendojeni pak, nëse ju merrni antibiotik, kuptojeni fjalën se çdo të thotë, ndajeni fjalën antibiotik kundra gjërave bio, anti-bio. Pse nuk merrni një probiotik natyral? A e dini me qërallafi se zakonisht unë shoh njerëz se kur ju dhemin koskat ose ndihen keq marrin një brufen dhe në vend të kësaj shumë bukur mund ta zvendçoni vetëm me një lugë vaj ulliri. Ka po të njëjtin efekt. Synoni natyrën miq dhe nëse sëmureni, nëse keni rruf, grip, mos tentoni ta ndaloni atë. Ajo është e dura që po ndodh në kohën e dur për të pastruar atë që duhet pastruar dhe për të sjellë tek ju atë që duhet. Trupi e di mirë se çfarë bën me veten e tij dhe nuk të pyet fare ty për këtë gjë. Por ndonjëherë ne duhet të përpiqemi që të reflektojmë, sepse pavarësisht se trupi bën çmos që të mbajë shëndetshëm veten e tij, megjithatë ai është edhe pasqyrë e mendjes tonë. Dhe duhet të punoni shumë për këtë pjesë që ju të jeni një pasqyrim i mirë i trupit tuaj. Kujdesuni për sistemin gastrointestinal, i cili njihet ndryshe si sistemi G.
dhe ky merret me të gjithë përthithjen e ushqimit, përpunimin e ushqimit dhe nxjerrjen e mbeturinave nga trupi. Kujdesuni për këtë. Shikoni mënyrën se si duhet të flini, shikoni mënyrën se kur duhet të flini. Ju lutem, nëse doni që vërtet të keni një jetë të mirë dhe të njihni sa më shumë veten, duhet të ndiqni shenjat që trupi juaj ju flet. Është fiks si Liza në botën e çuditërave që ndoqi atë lepurin dhe pastaj kuptoi se çfarë ndodhte në një botë mentale. Unë nuk kam dashur ta zjat shumë, shpresoj që ju keni marrë më të mirën për këtë seri, do të kemi edhe disa seri të tjera dhe pastaj do të kalojmë në një temë shumë larg nga trupi jon, por shumë afër në të njëjtën kohë në parimin ton mental, se ndoshta toka është një fermë dhe ne jemi kafshët e saj. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi dhe faleminderit që ishit pjesë e imja edhe sot. Ju lutem më ndiqni në Instagram në faqen time në ezoterizëm, bëni subscribe channelin ton Okult Ezoterizëm dhe Okult me Alfred Cakon, ku do të ndiqni akoma më shumë video të kësaj natyre. Ezoterizmi është një rrugë që jo të gjithë mund të flasin, sepse e vetmja gjë që të diferencon nga të gjitha fushat e tjera është sepse ti nuk ke çfarë kopjon. Duhet ta kesh përjetuar vetë, ta kesh kuptuar dhe pastaj ta sjellësh. Nuk është si të tjerat. Ju uroj të mira. Tung tung.